Mirë mbrëma, si që do tradita jemi këtu si çdo të diel tjetër për t'ju bërë shoqëri dhe për të kaluar kohë kualitative së bashku. Dhe Elituaj mbetet arena pyetjeve dhe përgjigjeve të drejtë për drejta. Na ndiqni edhe sonte në ATV. Ndërkohë, edhe një falënderim për Locker Furniture. Faleminderit Locker Furniture për ndërtimin e kësaj skene të mrekullueshme. Kush vjen sonte në një intervistë sy më sy, e kuptoni. Është një nga ato figurat të gazetarisë që ka ndërtuar emrin jo me zhurmë, por me punë të qëndrueshme dhe analiza që të bëjnë të ndalesh e të reflektosh. I rritur profesionalisht në një periudhë kur media në Kosovë po kërkonte identitetin e vet, ai u dallua për qasjen e matur. Përshëndetje Artan, mirë se erdhe në Elituaj. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Artan, tregona pak për fëmirin tonë. Çfarë fëmijë e ki qenë? Fëmi shumë i lasdrum. Kam qenë shumë fëmi kurioz si fëmi. A ki qenë energjik kështu si në studio edhe në debate? Po. Kam qenë gjithmonë super energjik, super kurioz. Edhe fëmiria jam u konë e veçantë sepse ka ndodhur në shumë shtete të ndryshme. Unë kam lind në Mitrovic, më pas si shumë familje shqiptare, kemi emigru në Gjermani. Edhe pse opsioni i parë nuk ka qenë Gjermania për prindë e mi, opsioni i parë ka qenë Londra, Britania e Madhe, ka qenë një pakicë shqiptarë në Mitrovic që kanë shku në Britani të Madhe në atë kohë, edhe prindë kanë mendu që atje përparësia gjuhës, edhe kjo ka qenë njëra nga arsyet me shku në Britani të Madhe, edhe qyshe do në fati, babaj ka shku i ka ble biletat në atë kohë të autobusit, edhe... Mosëm të i ka ble gabe. Jo. Po, diçka dhe ma interesant, sepse kanë qenë viteve të 90-ta, u kanë përmbysja Jugoslavis në atë kohë, në dhënë situata filloj mu përkëtsu, e kështë me radhë ka pas ikje masive për i Kosovës, edhe baba shkanë si sa di blenë biletat, kur vjenë mbrame, i dëgjojmë lajmet, çka ka ndodhë, Britania Madhe i mbyll kufet, vendosë regjimin e vizave për shtetasit në atë kohë të Jugoslavis. Edhe faktikisht, paramendoj qatë ditë që i blejtën bileta, qatë ditë i ku andra për Britanit Madhe. Opcioni B ka qenë Gjermania, kështu që kemi emigru në Gjermani, jam rrit në Gjermani, jam rrit në Hollandë në femiri, edhe e kam kujtime shumë të mira edhe prej Kosovë, edhe prej Gjermanisë dhe Hollandës. Çka ki marrë prej Gjermanisë dhe Hollandës, të cilat kam përcjellë edhe në Kosovë? Në fakt, prej Gjermanisë ka marrë shumë, sepse kur kemi shku në Gjermani, u ka një farë përmbysje shumë fesht. Mas pare, dalime u ka në tepër i madhë mes Gjermanisë atërshme dhe Kosovës. Që këtë diskrepancë nuk ka më shumë e madhe sot. Po mëndaj qytetet tona tash janë zbukuru, janë të mira, janë perëndimore, po në atë kohë ndryshim u ka në radikal. Edhe u ka ndryshime shumë fesht, sepse prej Kosovë ti je friksu, je tut prej policit. U shku në Gjermani, policish, dhe më thonë, dikush që e ma në randën. Po cilat të mira i ki marrë prej Gjermanve? Prej Gjermanve ku marrë mbi gjitha kulturën e punës. Dhe më thonë, e cila më ka shërbim Kosovë shumë. Unë e ku marrë kulturën e punës nga Gjermanët, edhe unë mendoj që edhe një element që kanë Gjermanë që shtetin e vetë e dojnë shumë, rajonin e vetë e dojnë shumë ku jënë rritë, edhe janë këto 2-3 elemente që ka marrë edhe janë mundu këtë Gjermanin time të përjetume në fëmini, me ndërtu edhe me etablu edhe në Kosovë. Nga Holanda? Nga Holanda, po të që, nga atje kemi marrë ca gjërë. Të mira apo jo, qash të mira? Holanda është... Tymin? Po, tymi. Po, sa i takon tymi, për shumë është shumë interesant që Holanda ka pas përdorus shumë të madhë të Marianës në një periudhë të caktume. Edhe fenomeni është kur e kanë legalizu, edhe pse atje nuk është e legalizu, po është ligji i tolerancës që e lejon një gjë të tillë të ndodhë, po kur është themi legalizu, përdorimi ka ra ekstrem poshtë. E njëjta për shembull edhe në Australi me vapes, kur e kanë ndalu, domethënë ka shku më një herë për pjetë. Kështu që atje ka qenë e legalizume, po që kam ka pëlqyer në Hollandë ka qenë në sistemi arsimit. Një sistem tepër i avancum, edhe naturisht bicikletat. Atje se cilë ofet, se cilë ka biciklet, edhe me pas kërë është këgja marë, mos me pas biciklet, se me thonë avden.
nuk është shumë marrë. Po që ka thonë... Si more bicikletën nga Holanda me përdorën në për rrugët e Kosovës? Po, në për rrugët e Kosovës. Po mdaj, një ko me vëzit bicikletë në Kosovë u kanë tentim vetë vrasje. E rrezikshme. U kanë shumë e rrezikshme. Po që akon vrejt tash një fenomen, është edhe të fëmijët tonë. Do më thonë, fëmijët kanë bicikleta, shumë njerëz janë të i përdorë bicikletën, edhe mendoj që është edhe një shaj e emancipimit, se shoku i em edhe jone Migjen Kelmende ka një teori, thot sa ma shumë dialekt edhe bicikleta, aq ma shumë ka kulturë në atë vend. Kështu që besoj që Holanda ka këtë fenomen shumë të përhapën bicikletat, e ka natyrisht edhe gjeografinë, sepse është vend i rasht. Të na ka ma shumë problem, po me këto elektrike edhe kjo, se më thonë, te i kalohet. Themi pak edhe të fillimet e gazetarisë, si kujton atë ku? Edhe kur ishte ai momenti kur vendose që nga prapa të dalësh përpara? Po pikërisht, në fakt, kjo nga prapa me dalë përpara shumë bukur e tha, në rastin tim është nga mali me dalë në sipërfaqe, sepse dëshira për gazetari mu në fakt më ka linë në mal, kur kam qenë refugjat brenda shtetit tam, pra viteve të luftës. Në si teenager për i Gjermanisë jam këthy me 16 vjet, jemi këthy 98 në luft në Kosovë, kam përjetu luftën për i fillimi deri në fund, edhe aty ka lind ideja për gazetari. Çka të nëziti, çka së pëlqej që ti dojshë me pa ndryshëm? Faktikisht mu një farë forme gazetaria ma ka pështu jetën, ose gazetartë, ose mediumi, në këtë ras e radio, sepse në mal edhe në luft i vetëmi mjeti komunikimit që kemi pas ka qenë radio. Po prej qasoj radio, kur jetin qasoj rëthana shumë shtira, paramendo njerëzit nga njerë harrojnë. Ti vjen me një moment ku lutjen maksimale për Zotin, ose natyrin e ki, a bën me mbjetun 1 metër katror, të njetin që në qitë ka riku në mbjetoj. Edhe kur e rifillon jetën prej 1 metër katror, ty të pëlqen çdo sekond që ki edhe mundësi me jetu. Nuk ki ambicet shfërenu me pas shtëpia, me pas kerë, po e përjeton çdo moment. Edhe ku ka qenë momenti, ka qenë se përmes këtyne radiove, do më thonë, kur ti i pa shpresë, kur ti nuk din që ka këmë ndodhë nesër pas nesër, e lëshon në radion edhe e dëgjon James Rubinin, zëdhënësin e State Department në atë kohë, e dëgjon Madeleine Albright, e dëgjon Wesley Clark, Bill Clinton, të gjitha këto personalitete me mesazhet e tyne që shqiptarët duhet të qëndrojnë, që këtë betejë do ta fitojmë. Pra këto fjalë motivuese të tyre, të cilat pa medium s'kisha mujt mi dëgju, edhe rrjedhimisht pa medium s'kisha mujt mu motivu me mbijetu në qato rrethana qatë shtira. Edhe aty ku më thonë, nëse mbijetoj, diçka që ku me bo, ku me konë gazaria. Më thonë, me qenë a i komunikusi me qytetarët, me jep mundësish veç lajme të mira, fatke që nuk më arrit me bo gjithë veç me lajme të mira, po sepse rrethanat kanë qenë tilla, po gazetaria mu më ka dhonë shumë kënaqësi. Cili është momenti më i mirë ndoshta në gazetari, sipas teje, ai momenti kulminant, që ti e vlerëson më shumë ti? Po ka pas shumë momente, do më thonë, që shkrime që kemi bo, po e kemi pas disa shkrime që kanë lanë gjurmë në atë kohë, kam qenë në Gazetën Express, që nga dita parë, edhe versionin online të Gazetës Express kam qenë, se më thonë, nga të pare që ka punu në ta. Po ka pas shumë story të cilat unë e besoj që jetin ja ka ndryshu qytetarëve, kemi pas një në atë kohë tër skandalit më të mëdha që ka qenë plagiatura. Po. Sa profesor universitar kanë marrë libra nga kroatët e nga gjermanët edhe i kanë përshkru të tëra. Ajo ka qenë ndër më të mëdha në atë kohë që pat nxitë reforma edhe në rektorat. Po, që kom bo nga gazetariu, nuk kom pas shef edhe kom pas një stil pak ma të veçantë, kom pas shef me shkru shumë kuriozitete. Për shembull, bëjsha tema shenjat e kiametit, që shë hoxha prifti edhe shkencëtari edhe meteorologu këtë farë fenomeni.
Edhe unë pas shef edhe do tema që njerëzit i japin pak edhe knatësi. Po, veç edhe temat të cilat e den që klikohen më shumë ti. Në mesin atyne që kemi bo kanë qenë disa story shumë interesante, edhe që sharake, kështu që janë... E që është vendosi pasajt me kalu në politik? Edhe sot kam paragjiku për këtë rrugë që e zgjedhe. Po, kjo rruga nga njerë doket e lehtë për i gazetarien politik, për shumë kanë doket e natërshme, se të kalumen kanë ndodhë shumë që gazetarë, ju mbodhe politikan, gazetarët e viteve 90, ata ju mbodhe diplomat për Kosovën. Po, nuk është shumë e zakonshme në perëndim që gazetarët mu bo politikan, se janë antipod. Po, vetëm ty në Kosovat paragjiku? Mu, se më thonë, që ka mu më ka nëzit, ka qenë studimet në Austri, unë kam studiu komunikim politik, një farë marrëdhënie mes medias edhe politikës, edhe aty e kum pa që me qato studime në ma shumë jam ka politika, ka komunikimi politik, ka retorika, ka kampanjet politike, kështu më radhë, se sa ka gazetaria, dhe që aty ka qenë momenti ku në kam kalu kënej. Paragjykime po, me të kalëcu drejt 3 javë të para, kur im shku në Universitet të Arsimit të ministri atërshëm Enver Hoxhaj, të miku jem, kur im shku, adhe në dilësha para gazetarë pak si në mare, adhe mu doke që i kum të rathu idealin e gazetarit, që politikanë dush vishmi kritiku, po ka qenë mandeni për ju tani adaptosh. Një profesor nga Austriat kanë qujtë si shkencëtar i politikës. Si ndihesh kur merr vlerësimet e tilla? Po, ndina jashtëzakonisht shumë mirë, sepse unë kam studiu në Austri të një nga profesorët më të famshëm austriak të shkencave politike, që është Peter Filzmeier, edhe sepse shkollimi sot më shumë orientohet me personalitete, me profesorë, kush është se sa kush është universiteti. E Peter Filzmeier ka monopol në analiza politike edhe në shkenca politike në Austri, edhe kam qenë shumë e fatë që kam studiu atje, edhe kam qenë shumë e fatë edhe që kam marrë vlerësime, do të thotë nga ai dhe nga profesorët e tjerë, për një fushë që është specifike jo vetëm për Kosovën, po edhe për vetë Evropën kur unë kum studiu. Do të thonë 2000. A mendon që vlerësuar si atje edhe këtu? A merr vlerësimin e duhur sipas teje? Te na natyrisht që te na është helmu shumë populli i Kosovës, edhe kanë shumë problem me janë njoft njëri tjetrit edhe meritat, me janë njoft edhe kontributin, edhe jetojmë në një vend me energji shumë toksike, edhe shumë vështirë me shumë paragjykime. Paramendone presidenti a shumë tha që me cilën unë kum punu, ju dash me shku në Burg, në Hag, që njerëzit mu shliru prej paragjykimeve, me hekat perdën e paragjykimeve dhe me trajtu, me analizu njeriu nga një perspektivë neutrale. Edhe kur jem në politikë edhe në media ajo mungon. Dhe thonë fatkeqësisht edhe njerëzit nuk e shohin që unë jam në politikë, po unë jam babi 2 fëmijëve, unë jam burri një gruaje, unë kam familje, kam prind, do më thonë faktikisht neve nuk na ndon kur gjë. Neve na përbashkon më shumë. Na jem bashkë. Cila kritik të ka penguar më shumë ti rreth teje që është bërë? Ose ndonjë koment që i ke lexuar? Unë marrë komente shumë, edhe po një gjë du me thonë për herë të parë, se unë ju më kanë gazetari, më kanë diplomat, edhe nuk më dosh shumë më marrë me politikë, kështu aktive. Apet isha këthy të mediat prap, ose të diplomacia, ku nuk kam shërby, po ka qenë një shkrimi ime që kam bo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur kam qenë këshilltari presidentit Thatcher, edhe e kam bo një shkrim, edhe e reagimin që ku marrë ndaj që ati shkrimi, fyrjet, sharjet, personali, kërcënimet, unë e mendoj që qajo më andej më ka motivu, ku më thonë, okej, që kështë momenti që na du të më marrë me qëtë fenomen, edhe me luftu një vjet, 2, 3, 4, 10, 20, 30, mësë me jalon fëmive të mi e fëmive tu, që të urrejtje që egziston në për media sociale, se që tha të fyrja me ranë, unë mendoj që fyrjet ma të rana janë kur të prejku në familje. Nëse dikush sot që artani... Po sa aty e din që është pika e se cilit ma e dopta, që aty edhe sulmojnë. E vërtet, edhe pak edhe e pandershme. Se nëse të thonë artani, se më thonë s'ka haber, unë e nina rahat, unë e kam gjermanishën, e kam akademik, e di anglishtën, kam studiu, unë jam i përbushën. Nuk prekna nëse dikush thot që kë nuk din.
është i pashkollum ose gjëra tilla, po kur dikush plek në familje, kur dikush për shembull prek në fëmijë, edhe nuk po duhen tash me përmend këtë komenti që mos më dhon bujë ty në njerëzve, po kur dikush të prek në fëmijë, tani në pyetje të lind. Thu çka ka ndodhur? Po visha të bën edhe ty me mendu se aja vlen. Momentin që njësh që ndoshta familja jote është pak ma rrezikume për nëse merr kërcënime gjatë kohës ose mbas të një shkrimi, po a mendon ndonjëherë aja vlen bara që ron gjithë këto probleme mi sjell në shpe? Mendoj që kjo është pyetja më përcaktuese që e thate, e me cilën ata që fynë shpresojnë që kjo pyetje mu bo ma shpesh në familje. Pra, arsyeja pse ata fynë, shajnë, kërcënojnë është demotivimi im mos më marrë me këtë temë. Po dhe se cili bim të ajo pik ndonjëherë, apo jo? Qashtu, edhe po është e lashme. Do më thonë për familjen është e lashme kur... Se ti realisht e din që a ki zgjedh. Pikërisht. Po ndoshta bashkëshortja dhe fëmijët nuk është që e kanë zgjedh këtë rrugë që ti ke dashur të ecë. E vërtet edhe kjo politika për ma është tepër e rëndë, sidomos në Kosovë, edhe nuk është e falenderueshme, se te në shpesh sjell shumë probleme. Për shembull, Delfina, bashkëshortja ime, është natyrë krejt tjetër. Ajo nuk ka qef më marrë me politikë, nuk ka qef me folë për politikë. Fëmijët, po ashtu, po te sjell shumë probleme me vete, po unë mendoj që është sakrificë që ja vlen. Sepse nëse unë tërhiqem, nëse dikush gazetar tjerë tërhiqen, na përfundojmë në një mendësi totalitare, ku nuk ka më kritik ndaj pushtetit, ku nuk ka kritik ndaj qeverisë, edhe unë mendoj që çaj është rreziku më i madh mandej për fëmijëve tonë. Kështu që unë po marr një barë, edhe na që jemi politike, që marrim çdo ditë fyrje, po marrim një barë shumë të rëndë edhe për gjeneratat tona, thash me mujt që të helmin toksik, që shpërndan në të njerëzit të Kosovës, që të energji negative, me pas formulë, me shëndru pak në zen, me shëndru në lumturi, unë mendoj që qaj është kanë formula më mirë, këtu kemë faj edhe na politikanët vetë, që e kemë kriju se para kushte, edhe mendoj që na do të me punu të tonë që me depolarizu, më marë ma shumë me jetën, ma shumë me gjona që janë ma të vlefshme. Delfina gjithashtu është pjesë e medjas. Atë ka suportu ajo që me u futi në botën e politikës? Po. Apo ka qenë kundër? Delfina mu, në fakt, na e kemi suportu njëri tjetrin, jemi rritë bashkë, jemi prej vitet 2002 bashkë, me Delfinën, do më thonë, mbi 20 vjetë jemi së bashkë dhe kemi ndihmu njëri tjetrit e kemi mbështetur. Çfarë moshin i taku? Unë i kam pas në atë kohë 21 vjetë, Delfina në 19. Do dhënë shumë tri. Shumë tri kemi qenë, edhe po, unë mendoj edhe pse kemi qenë tri, ja u rekomandoj shumë njerëzve që kanë dilema i ri, unë mendoj që kur ti e gjen partnerin për cilën e dur dhe që është ai partneri ideal, unë mendoj që ja vlen në çdo kohë, edhe kur i ki 7-18 vjet, edhe në kohë më të vonë, përparësia të na ka qenë, po thonë që kemi ndërtu gjithçka bashkë. Edhe ajo ty cili është sekreti për me majtë një lidhje të shëndosh? Me që i keni 20 vite, hajde jepe të një këshillë. Pas alëru ndu, do më thonë, me thonë, kjo ka zonë që jemi plakë. Jo, jo të i krasu ato vitet bashkë. E vërtet. Unë mendoj që lidhjet e gjata, edhe martesa, nuk është për njerëz me karakter të ligë. Ose për lidhje gjata dhe për martes, dush me pas karakterin shumë të fortë në ne, dush me pas energji shumë të madhe. E komunikimin ku pëlle? Edhe komunikime shumë i letë, qatë sot gruja të i thu po. Se di pëse flasë për komunikim. Vish po, kry. Vish po, qërë, ka njëherë, ta një të abojnë pëse po ma bën rafsh. E kur ku ti jo? Ka njëherë, thot pëse po ma bën rafsh, qatë është momenti me thonë jo. A dhe vish njerë. Jo ma gjatë, vish njerë i thu jo, këthe është apet të poja. Po,
Çka e bën? Unë mendoj ekziston veç një formulë për me bë që unë mendoj që dashuria është një betejë që dush me fitu çdo ditë. Nuk është një akt ti martohesh e dashuron edhe përfundon që atë. Unë mendoj që dashuria është një betejë që dush me fitu çdo ditë. Për të mirë. Një betejë që dush me fitu çdo ditë. E dyta, në marrëdhënie dhe në lidhje, kjo vlen edhe me njerëz, po sidomos edhe në lidhje martese ose çfarë do qoftë ajo. Unë mendoj që duhet me qenë mos me qenë vetjak. Do të thonë, dush me dhanë prej vetës, edhe me marë. Mos me qenë vetjak me mendu vetëm interesin tonë. E kam një ide pak më të mirë, me që po e shohim një foto me delfinën. Çka i kishe thonë sot? Delfinës? Po. Po, a dëqysh, unë... Diçka se, me siguri, ka dëshirë ndonjëherë mi shprej vargje romantike. Me që ndoshta nuk i kohë dhe aq, ja ku i ki mundësim për mes emisionit e Lituej, mi dediku diçka të cilën ajo absolutisht e meriton. Pa tjetër, dëgja, unë e delfinën ka të silna, e thëmë të du, ka të silna e për qafe dhe puthë. Diçka për te që atëne? E po, do më thonë, na japëm dashni njëri tjetër gjatë të në kohës, po, qka kësha falenderu delfinën kështu prej zemre edhe prej shpirti është për kushtimin që ka, jo veç ndaj meje, po për kushtimin që ka ndaj fëmijëve. Une e di që nanat janë të njëjta, po nuk unë po një nanë që jep qasi dashni e fëmijëve të vetë, edhe nuk unë po një nanë që shëndrot që, se me thonë, bëhet mjeke për me mjeku fëmijët e vetë, bëhet mjeke për me mjeku burin e vetë, bëhet psikologe për me ndihmu me angrit vetbesimin fëmijëve të vetë, bëhet politikologe me mbështet burin e vetë në politikë, kështu që është një investim tepër i madh, edhe unë jam shumë i lumtur që delfinën e kam në krah, edhe më mira, do të thonë pjesa më mira është e delfinës që e ka një bukuri të pashtershme, do të thonë të përjetshme, edhe kur t'i bojmë 90 vjetë, 100 vjetë, unë e besoj që ajo me ka njëjtë e bukur që është edhe sot. O sa e bukur që na mësu me ndëgju fjallë kaq bukura nga një politikan tash. Ndoshta nga arsyeja që ki qenë edhe gazetar, den me kriju edhe fjallë kaq bukura. Po, këto kënë kështu fjallë për një prej zemrës, se unë jam shumë i lumtur me lidhjen tëme, dhe unë shpresoj me kanë jo veçon, edhe te me një familje të mrekullueshme, edhe shumë tjerë që kanë familje me qenë frymëzim, edhe për gjeneratat e reja, mos mu friksu nga njëherë nga lidhjet e gjata, nga martesat, se janë shumë të bukura. Filluna me u bo psikolog tash, i qifteve. Dashuroni sa ma herët. Le të kthehemi pak edhe te politika. Kemi këtu një portret familjar shumë bukur. Po qaj portreti familjar është shumë interesant. Dhe një regjia dhe njerë ju lutem. Po, që bojmë na çdo vit për 17 shkurt, ditën e pavarësisë Kosovës, gjithmonë duhet me qenë në Kosova ditë, edhe gjithmonë e bojmë një foto familjare në të njëjtën karrik, të cilën e pastrojmë aty kënd ku i vendosim. Në njëjtën karrik para parlamentit Kosovës, mbrapa ku Hashim Thaçi ka shpall pavarësinë e Kosovës, e bojmë gjithmonë të njëjtën ditë foto familjare, edhe unë shpresoj që edhe mas shumë viteve, 80-90 viteve do t'jemi aty, ku ne do t'jemi pleq të bukur e fëmijët tonë do të rritën, do të shtohem edhe me nipa mesa e kështu me radhë. Faleminderit për krejt fjalët e bukura sot që po shkarkohen në Lituej. Pas ka marrë malë me folë mirë, në politikë të folë të zetër. Jo, që tash e kemi momenti kur kthehemi te politika. Për ty, figura Hashim Thaçit është e rëndësishme. Edhe tregon pak se a mendon që po i mungon politikës kosovare? Unë mendoj që politikës kosovare Hashim Thaçi i mungon si mendja trupit. Edhe qytetarët e Kosovës më besoj që tashmë janë bindun
që në mesin tonë kemi pas një personalitet, një burr shtetas, i cili ka arrit me transformu Kosovën nga zero në një Kosovë me shumë njohje ndërkombëtare, me ekonomi, me autostrada, e kështu me radhë. E kam thonë disa herë, është interesant, e kam mësuar në për këtë botën, edhe e një kontekstin politik në shumë shtete të botës, historinë e politike po ashtu, po ka pak raste në botë ku lider politik prej idesë me kriju shtetin, deri te ideja me maru shtetin, shteteve tjera ju ka ndasht 1000 vjet, 200 vjet, 700 vjet, 300 vjet, pra kalim gjeneratave. Është ndër rastet e ralla ku një lider që nga ideja e themelimit shtetit, sakrifica e ushtrisë shqiptare popullit Kosovës, deri te shpallja, negocimi pavarësisë, shpallja pavarësisë, shtet ndërtimi, që u kanë i njëjti personalitet që i ka pri krejt qasaj. Edhe kjo bën figurën e tij shumë të veçantë. Edhe këto 5 vite sa ka qenë në Hag, kanë qenë vite shumë dhëmshme për familjen e tij, kanë qenë dhëmshme për bashkëpunëtorët e tij që kemi qenë afër tij, se u ka një betejë shumë e rëndë, u ka një betejë shumë e vështirë, ku e kemi pasur një mekanizëm si gjykata speciale mbi kokë, po jam po ashtu krenar që populli i Kosovës, si që thash më herët, për herë të parë është duke u rinjoftu me një hero të vetën, të cilën e ka pas në mesin e vetë, edhe kur nuk ka arrit me njoft nga demonizime dhe nga paragjykimet. Që thojnë, du të me degë dikush për me dasht. Edhe në rastin a shumë tha që nuk ka qenë vdekje, rastin e ti ka qenë shkurja në Hag, po efektin e ka pas një që qytetarët i kanë largu ato dozat e paragjykimeve dhe kanë fillu me analizua shumë thaqen e vërtet, edhe kur i kanë bo matematikat, qytetarë është të ju dalë, tamam ashtu si që ka qenë gjithë, një burr shtetas, i cili kalon gjurmë në historinë e Kosovës, edhe i cili është personifikim i shtetit Kosovës. Me sa e di, kur ai u largua për në Hag, ta kalon 2 orën. Pse? Dhe ka me vetës. Pse vendosi ty me dhe Alon? Po, a dy qysh, na që kem bashkëpunu me ta, edhe natyrisht kem pas qef, mi pas dëshaja të presidenti, për shembull, ndaj dhurat që ka marrë, ose diçka që ka pas personale. Do të thotë s'ka qenë rastësi, ka qenë e mendume. Po, mu identifiku me ta. Edhe është e vërtet që kam një orë të ti që ka bëjt shumë gjatë, edhe ora është shumë e famshme për një gjë. Te Jeta Gjara, nëse të kujtohet, Jeta Gjara i thot diçka me demek një kompani kosovare për i jep ora kështu, dhe kjo e hek orën, edhe e merr Jeta dhe këqyrë thot jo nuk qenë ka e qësoj kompanije. Mandej presidenti dhe thot, do më thotë të për njofshë të në. Ata. Kom pas, sakt për gjithë të cilin këtë për shkallë. Qaj është ora legendare, në cilin, se më thonë... E pas ke një orë të famshme. Po, e kam dër orët ma të famshme, edhe është shpresoj që kur t'jem prej Haga si ka ra për shman me ma marë. Fjallin e fundi që ta tha Hashim Thaçi për para se të ikte, a e mbon mend? Po, Ose këshillin që ja kjopte? E mboj me se a dit kur ka shku, unë kam qenë me Covid. Edhe unë kam qenë me Covid, edhe e kemi pas shumë shtirë komunikimin, kolegët e mi ishin të zonë me një gjë që po ndodhte, na e dishëm ma herët, do më thonë kolegët e dishën ma herët, unë isha në terë informativ, isha në shpe, nguju me Covid, edhe dikur u bona nervoze, pas që puna nuk është mirë, do diplomat huj janë se më mbo pytje me cila ato në kuptojsha qa është ndodhë. Edhe qa bona, ju pa kerët me Covid shkova në presidencë, edhe thash, ju rrisha njerëzve larga, dhe se tonë dishin edhe presidentit që kam Covid, edhe dolim konferencë për media kështu, edhe unë piri shumë larga, vden. Edhe kur piri larg, po ma bon, abden, tha, hajde mërë folëm këto adës, u thash, po kam Covid, hajde më stani për Covid, abden. Qa ishte momenti që nasi shumë po një javë, edhe ishte momenti që aj po shkante,
edhe ishte momenti ku unë u përshëndeta me ta, si më thonë, edhe u takova mas një jave, edhe u përshëndeta me ta për në Hag, edhe ka qenë moment tepër i ranë, një përmbysje tepër e madhe, kështë në pabesi. Alen. Falem pak a shumë për politikën, po tash si do esë rrjedha jote në politikë? Po, rrjedha jam, unë herën e fundit, me nanë shkurti kemi pas gjithë të u bona deputet, edhe falim mbështetje masive të njerëzve, edhe unë jam shumë i nderuar parando 28.534 qytetarë të Republikës Kosovës, ju në qu, me nanë shkurt, me Saba, i kanë la dhëmt, i kanë la syt, ju në shku në për qendra të votimit, e kanë majtë men emnin Artan Berami, e kanë majtë në men emnin 75, edhe më kanë votu. Edhe, kur isha në stadium të Prishtinës, dikush më tha që njerëzit që të kanë votuar sa 2 herë, 3 herë stadiume, edhe që aty e pash, si me thonë, adin fuqin, edhe mbështetjen e njerëzve për cilët unë jam shumë falenderues. I falenderoj tepër nga zemra. Edhe ku marr prej atyre për shembull që më ka shkruar, më ka thonë, asnjë nuk është, si më thonë, partinë tonë. Po. Pe me e ki veç një votë, po që të po du. Më thonë, edhe për njerëzve të tillë, edhe njerëz që kur se kum pa. Ata kanë ndihmu pak edhe mitimet? Po. Unë të regova, unë kam studiu komunikim politik edhe në teori një fushatat politike. Edhe këta ka pak edhe trika, kështë që... Dhe të kanë qenë qëllimshme? Jo, se unë se kum ti që po bona politikan, në resullit, unë e kum lut, resulin masi që ka ndodhe një timi me largu, edhe kum thonë të lutëm largu, se e di që në Kosovë mund është mu keq interpretu. A ki po hajrën do me thonë resullit? Po, resullit po, e ke me gjetër, po, unë nuk këm dash me përzi mitimin me politikë, se të na perceptimi për politikë është që dush me konë serios. Mos me folë shumë, përaj shumë. Në më thonë, edhe besej që këm thuj... Edhe ashtu je pak model më ndryshe. E këm thuj që tabu, do më thonë, politika pak është edhe entertainment. E kemi pa Edi Rame, për shembull, është jashtëzakonshëm, inteligent, po bën edhe entertainment, do më thonë njerëzit kanë kënaqësi me ja dëgju batutat e tij kështu. Unë mendoj që edhe në politikën kosovare, e cila është shumë e shtrengume, do më thonë kështu në për kravata, do të me shliru me bë ma entertainment. Mos po humbin vota, dhe që ka i bën pak me kon shumë robotik. Edhe në momentin që je robotik, njerëzit sot nuk është që e qmojnë. Po të tregom, a ka ndonjë personazh që kohëve të fundit ki fillu me emitu? Dikon që si ki emitu më herët? Dikon që kalon për shtypje? Tash kom fillu me emitu edhe Bedri Hamzën, po disa të bëhet kryeministër nuk guxoj me emitu. Pse? Po që kështë basi që ja kom qitë. Do më thonë, mu bo kryeministër, edhe unë besoj që ka mu bo kryeministër me 28. E dikon tjetër? Edhe mas 28-it këna marrë edhe me emitu. Po, unë imitime kam shumë, do më thonë, unë imitoj njerës, si më thonë, këngëtar, artist. E ja, du me më përmbyllë emisionin me emitimin e dikujt. Dikuj që se ke emitu më herët. Dikon që se ke mu emitu, qërë me që jemi në fushat, po e emitoj për herë të parë presidentin Thaqe, a bën. Po. Edhe shkoj në duket ishte në Ferizaj, edhe ka pas ato daljet e ti me qytetarë, që pak liderë sot në Kosovë guxojnë me shku me qytetarë dhe me komuniku me kamerë, se të edhen që naj qytetarë mund të me talëshu naj fjallë, me thonë, jetë e kështë mu bo viral, edhe shkoj në Ferizaj, përshen një qytetarë pak maj më shumë me sanë, edhe përja qëtë dorën, edhe përja bërë, tha, ja qiti dorën edhe për thotë, e ke sos me dalë gjithë? Edhe aj, po vëllohet, tha, kena me dalë, edhe? Se ka pas, aj, po, edhe aj përkëshyrë në tokë, tha, vëllohet, tha, me dhe me këta shune, a vëden, tha, kësaj here do me votu në LDK-n. A vëden, me dhe me këta ftofa, a vëden. Andej presidentin atër kryeministër të ja këthen, tha, në dësër edhe naj një të këto me LDK bo me ka.
Shumë e bukur. I ka pas të specialitet, këtë kalëzën edhe vetë besimu dhe saj ofër Shumë ka kisha qenë. pas shef edhe Shefqet Krasniqi, me po e di që po ta kërkojnë çdo emision. Me qytetarët. Ama, që ato momente kur e emiton Shefqet Krasniqi janë epike. E vërtet. A keni ndonjë deklarat që t'ka impresionu këto kohëve të fundit? Jo, më të se kam dëgjuar në të thash që jam i fascinu mas e retorikës. Edhe e kam një punim shkencor, qysh kjo retorika të pleqnartë, se edhe pleqnartë e kam pas një farë teknikët retorikës, qysh i kam bin njerëzit. Pra me pleqnartë nën kuptoj edhe në peroda, aty hynë edhe o gjallartë, e krejt. Qysh që ajo, si me thonë, është bardë në komunikim politik. Ta zonë të rasti Obamës, a i shumë është influencu prej prifësrenjëve. Edhe priftat, edhe o gjallartë e kanë komunikimin, e kanë specialitet komunikimin e popullit. Pra, gjana shumë të komplikume për jetën më munu në mënyrë shumë të thjeshtë me ja transmetu qytetarëve. Tash politika ka dash me marrë që aty diqka. Edhe më munu edhe politikën me shqit pak si doktrinë edhe fetare. Për që ata kam dëgju Shefqet Krasniqin jashtëzakonisht shumë, edhe ai ka është epike, do më thonë mënyrën që interpreton. Se manipulove përgjigjen mjaftueshëm. Po, besoj që komuniteti gazetarë ka interes me mbo mu deputet, se nëse së mbo në këthejna gazetari prapë, që dhe me 28-ën, une s'po emitoj kërkan, këto të presidentit kjo ke dhurat. Po të ishe sot përball meje, qka do të pësje vetën? Diçka që ki dash gjithmonë me të pyet dikush e s'ta kanë bo pyetjen asnjëherë. Përpes, nashta i shkon, si me thonë, nashta i shkon një rrëfim ose histori që kur se këmë të regu, e që ka të bëj me nanën temë, më thonë, se nana ka një histori shumë interesante që ndërlidhë me shkollën, e që unë mendoj që është frymëzim, e çdashme ka frymëzim për qika të reja, që mos me hek dorë kur prej shkollës me asnjë kusht. Faleminderit shumë që ishe në Elite Way, unë kisha kënaqësinë të kisha përballë dhe ishte një intervistë shumë e bukur. Faleminderit shumë, jam shumë mirënjohës për këtë mundësi, edhe shumë faleminderit. Shumë suksese për ty.